Apeli i GKK-s ka lënë në burg Samuel Troshanin dhe Izmir Sakicën. Të ndodhur në qeli prej 23 janarit, Sakica dhe Troshani kundërshtuan masën e sigurisë arrest me burg për sulmin me armë ndaj vëllezërve Prendi në Bushat, por kërkesa e tyre është rrëzuar. Në kërkim në lidhje me ngjarjen janë ende Franco Leka dhe Aleksandër Prendi. Sipas PAK, nga hetimet e zhvilluara, rezulton se më 23 gusht 2024, rreth orës 17 të pasdites, Sakica, Troshani dhe Leka bashkë me disa persona të tjerë, ende të pa identifikuar, të armatosur dhe me makina të blinduara, janë nisur drejt Bushatit për të vrarë antarët e familjes Prendi. Por sapo grupi armatosur shkoi në Bushat, Aleksandër Prendi ka pikasur duke qelluar mbi makinat e blinduara. Sipas PAK-ut, aty ka pasur shkëmbim zjarri, pasi janë konstatuar gëzhoja të ndryshme në vendin e ngjarjes. Samuel Troshani dhe Izmir Sakica përmenden edhe në masakrën e Dobracit, ku u vran 4 persona: Hamza Lici, Arlind Bushati dhe çifti i bashkëshortëve Bashkim dhe Flutura Basha. Dyshja në janar u vetërzua në polici pasi ishin shpallur në kërkim edhe për dhunën e ushtruar ndaj 62 vjeçarit Vladimir Bruçi.